Të ndalem pak edhe te siguria financiare. Është një panoram jo dhe aq e bukur kur mendon për të ardhmen, kur vetë të rinjt bëjnë krahasimin që brezi ynë e ka shumë herë më të vështirë që të bëjë blerjen e një shtëpie, sigurimin pra e një jetese familjare, krijimin e një familjeje me të ardhura normale, kur bëjnë atë krahasimin e brezave të mëparshëm që ju e kishit më lirë një shtëpi, çmimet i kishit më të lira për ushqyerjen, për kushtet e jetesës. E ke parasysh që bëhet ky lloj krahasimi dhe mos ndoshta edhe nuk e mendoj. Një rinj që nuk e të rinjt në fakt e shohin kështu. Po, patjetër, po. Pra i penalizon kjo gjë që ta argumentoj. Unë tani kam fatin të përgjigjem që nuk e mendoj kështu. Të rinjt pastaj le të pyeten për sondazhet caktuara. Sot patjetër që ne jetojmë në një botë shumë të lirë, shumë demokratike, kemi mundësi zgjedhje. Dhe të mirat janë pa fund, absolutisht. Dhe kur themi kur këto të mira janë kaq pa fund, pse ne atëre nuk po arrim dot këtë lumturi, ndoshta ka shumë të madhe. Jeta është e bukur me të 7 ngjyrat e ylberit. Ka raste kur bajon në jetën tonë do të jetë ulur, do të jetë pak më lart, e kështu me radhë si ulur, si lart, për gjatë gjithë jetës së tij, sepse ekspozohet nga situata dhe nga ngjarje të ndryshme. Të rinjtë e sotëm është e vërtetë që kanë shumë mundësi, është e vërtetë që kanë shumë gjëra të zgjitura. Ne sot kemi fëmijë të vegjël që prindët u ofrojnë të gjitha lodrat për të lozur, qoftë nga dhoma e pikturuar mirë, e mbushur, si për të patur një fëmijë që t'i plotson të gjitha kushtet. Fëmia nuk ka nevojë për lodra. Fëmia ka nevojë për lojra, për dashurinë e prindrit dhe për komunikimin që ti të mësosh kënaqësinë e vërtetë. Një fëmijë ndjen më shumë kënaqësinë kur e shikon mamin që gatuan atje tek pjesa e sobës dhe t'ia marrë atë lugën dhe të bëjë dhe ai sikur gatuan apo sikur po bën diçka, sesa të shkojë të luajë me atë lodrën që ka kushtuar, le të themi sa gjysma e rrogës së prindrit. Këtu fillon procesi i punës, procesi i imagjinatës, procesi i krijimit të një pune që tjetri të ndjejë lumturi. Pra, nëpërmjet procesit të punës, nëpërmjet objektivave dhe qëllimeve që një individ i vë vetes së tij, aty do të arrijë dhe të ndjejë pikërisht të ndjenjën e kënaqësisë dhe të lumturisë. Nëse njëri sot do të kishte mundësinë që të bënte edhe 2-3 punë, ja një sekond ta mbaroj, merr frymthell mbaje. Nëse njëri sot do kishte mundësinë për të kryer 2-3 punë, ashtu siç e kam bërë dhe unë më përpara dhe siç vazhdoj që t'i bëj, nuk do paguante qiran, po mund paguante kredin dhe në fund të disa viteve do të arrinte për të patur një shtëpi të vetën. E realizuar kjo në mënyrë individuale apo e realizuar qoftë edhe me një çift tjetër. Unë mendoj që të rinjtë e sotëm e kanë shumë të vështirë që të gjejnë habitatin e tyre. Kanë probleme për të gjetur se çfarë duan të bëjnë në jetë, pra çfarë statusi duan që ata të kenë, qoftë nga ana e performancës akademike, qoftë nga ana e punësimit që persona duhet të kenë. Shumë njerëz thonë, ore, sot teknologjia na i ka ofruar neve të gjitha këto mundësi. Këto ofrimi i mundësive ndonjëherë të bën edhe pesimist, ndonjëherë të bën edhe të plagës, siç kishte thënë Mikesh aty, por të bën edhe të pamotivuar, sepse ne jemi një qenie biologjikisht e ndërtuar për të krijuar marrëdhënie sociale, për të ndërvepruar dhe për të jetuar në bashkësi në komunitet. Në momentin që ti këtë gjë e bën të vetmuar, duke i patur gjërat në shërbimin tënd, sigurisht që ti do të fillosh dhe do hulumtosh më thellë tek vetja, a është e vërtetë që unë ndjej lumturi, a është e vërtetë që unë ndjej kënaqësi? Ne e dim shumë mirë që personat të cilët punojnë nga shtëpia, që realizojnë punën nga shtëpia në mënyrë shumë të suksesshme, nuk janë aq të lumtur, nuk janë aq social, sa herë nga ata që janë në pjesë e komunitetit. Janë shumë të lumtur sepse kanë aftësi të kenë një jetë sociale. Nga motivet e jetës është të ngrihesh në mëngjes me një alarm. Po dhe të shkosh në një punë e cila të gjithë lumturinë që ti mund të shpërndarësh me një zëndë sociale ta heq. Ka ndryshuar modeli botror. Toksikë se dhe ato kanë sfidat e veta, me shefin, me kolegët, janë sfida dhe ti merr në një kënaqësi edhe në fund të kapërcimit të sfidave, të konflikteve që ti ke. Mendoj që është shumë personale, gjitha kjo ka të bëjë me personalitetin. Me gjithë respektin, shtëpia nuk blihet me imagjinat. Dhe siguria financiare që brezat e rinj kanë, është inekzistente. Është inekzistente. Kush si kanë blerë shtëpi të tjerët? Të gjithë bashkëmoshatarët e mi që kanë ndërtuar një familje qoftë vogël, janë me nga një shtëpi. Ja, pra ta përfundoj unë fjalin që ta kuptosh ti.
janë në një proces kredie që ndoshta për pak vite dhe mund ta... Dhe unë njoh shumë të rinj të cilët punojnë nga 2-3 punë dhe nuk u del as për të paguar qirar. Krizë ekonomike, po patjetër jemi. Por kjo nuk do të thotë që gjërat janë të pamundura. Statistikisht Nini ka të drejtë. Statistikisht do t'i duhet më shumë se sa jeta që kanë dispozicion për të paguar një kredi me kushte dhe interesa normale. Statistikisht ja plotësisht të drejtë. Falenderoj për ankthjen që më dhe. Ankthjen do duhet përballesh objektivisht, duke e ditur se cila është sfida jote e ardhshme. Duke u drejtuar punëve, ndoshta më shumë se një, siç detyrohemi secili prej nesh të bëjmë, dhe duke u drejtuar derës së bankës, siç kemi bërë secili prej nesh, për ta përballuar më pas pa ankth, por me përgjegjësi dhe objektivitet për çfarë ne kemi marrë përgjegjësi të bëjmë në këtë jetë. Por ekspertiza psikologjike e shpjegon edhe këtë fenomen, që është sindrom kryesisht e brezit të ri, por Katerina, e rrezikshmja dhe besoj edhe Chelsea i sekretit në këtë mes, është që kjo nuk është sindrom më e vetëm të rinjve. Ne po flasim të rinj sepse ata janë brezit të cilët po ndërtohen edhe presupozohet që janë ardhmja, por këtë sindrom e gjen edhe tek mosha e pjekur, po them e mesme e sipër, ku po fuzë dhe vetë në këtë kategori. Çdo ditë më shumë takoj njerëz të cilët janë të pavendosur, nuk e din çfarë duan, nuk janë të sigurt dhe nuk janë gati të marrin përgjegjësi. Çfarë thoshte ekspertiza psikologjike? Që ky është një brez në pritje. Çfarë do thot brez në pritje dhe në armiqësi me kolegjalitetin, me kolektivin dhe me botën, duke reduktuar nivelin e lumturisë. Këta presin për shkollën, këta presin të gjejnë veten, këta presin të zbulojnë karakterin, këta mendojnë se kanë kohë të presin për gjetur vend pune, këta mendojnë se kanë kohë të presin për familje dhe këta mendojnë se kanë kohë të presin për gjithçka. Jo, pra ka etapa, ka faza, pavarësisht se koncepti moshor ka ndryshuar, nuk mundet që t'ja lejmë gjithçka pritjes. Ju falenderoj shumë.